أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tonat për zemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Dhe sot do të fokusohemi në disa elemente të cilat e përbëjnë çështjen e agjerimit, fillimisht ne secili në këtë muaj që obligohemi me agjerim, me ardhjen e iftarit, secili bën iftar. Po ndonjëherë është evidente se njerëzit e teprojnë me ushqim. Teprimin Allahu Gjeleshanuhu nuk e don xhamat. Jo vetëm në ushqim, po në çdo send duhet jemi të kujdesshëm të mos teprohet. Për ushqimin jo vetëm në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit. Allahu Gjeleshanuhu thot në Kur'an: "Kulu washrabu wala tusrifu." Hani, pini, por mos e teprojni. Pra duhet me pas një kujdes, duhet me pas një disiplin edhe të çështja ushqimit. Sepse edhe shkencërisht është e vërtetuar, po edhe në bazë të mësimeve të pejgamberit tonë alayhis salam është e vërtetuar se shumica e smundjeve që I vijnë njeriut si bazë e kanë lukthin, si bazë e kanë barkun, pra ushqimi që është një prej problemeve të popullatës botërore sot. Shumica e smundjeve zanafillën e kanë të teprimi I ushqimit. Dhe tha pejgamberi on alayhis salam se nuk mbush en më të keqe njeriu se sa lukthin e tij. Dhe tha të keni kujdes që kur të hani, tha, një pjesë linja tha për frymarrje, një pjesë tha për ushqim dhe një pjesë tha për pije. Pra në këtë mënyrë pejgamberi alayhis salam na tregoi se si ta menaxhojmë edhe lukthin ton, edhe barkun ton si ta menaxhojmë. Pra jo ta mbushish që mos mundesh pastaj as frym të marrish, që mos mundesh as teravin ta falish. Pra të ketë njeriu kujdes edhe në çështjen e ushqimit. Pra mos e teproje në ushqim. Sot është në botë, në përgjithësi prej problemeve të popullatës botërore, obeziteti, trashësia. Pse është e problem sot në botë kjo? Nuk është problem I një popullit, nuk është problem I një shteti, është problem botëror. Pra trashësia, pse vin xhamat që të kese njeriu killash të tepërt? Vin e para nga mos kujdesi I ushqimit. E dyta mos pasja rend në ushqim, e hamja vakt e pa vakt. Pastaj mos marrja me aktivitete sportive. Me asnjë sport mos mirët njeriu. Dhe këto shkaktojnë që te njeriu të fillojë të paraqitet trashësia. Kjo jo vetëm në moshë të vjetra, në botën perëndimore problemi më I madh është edhe te moshët e reja. Dhe kjo pse vjen? Nga mos kujdesi dhe mos kontrollimi I lukthit. Jo rastësisht
Allahu Gjeleshanuhu na ka obligu me agjerim, që njeriu brenda kohës ta boje një rifreskim të trupit vetë, që të mundet trupi të filloje vetë të shëroje vetë vetën. Allahu e ka bo trupin e njeriut në atë formë të kese sistem që vetë kujdeset në shërimin e saj. Vetëm se duhet pak të lash pa buk, që të mundet trupit nise vetë ta pastroje dhe ta filtroje trupin. Parazitët të cilët gjendën në lukthin e njeriut, ka njerëzit të cilët në për spitali kur i bëjnë operacion ndoshta ka 20-30 cm, ja u nxjerrin do thot parazitët prej lukthit. As shumë të ushqime që tregon se periudhe gjatë ai person kur nuk e ka ndalë ushqimin. E duke e ndalë ushqimin, duke i lanë parazitët në lukth, pa buk, pa ushqim, ata fillojnë të hanë njëna tjetrën dhe në fund nga qenja e ditës gjatë 12 orë, 13 orë pa ushqim, ata vdesin edhe humbin. Në këtë formë do thot Allahu Gjeleshanu e ka bo sistemin e trupit që vetë ta rregulloje dhe ta pastroje. Po ne duhet me qenë të kujdesshëm që mos e teprojmë me ushqim. Pra ushqimit t'i vëmë një balans. Ushqimit t'i vendojsh një mas, sepse fetarisht nuk është mirë teprimi, po edhe në aspektin shëndetësor, edhe medicina, edhe mjekësia, nuk e rekomandojnë që njeriu ta mbushe lukthin, se sot shumica e smundjeve në botë zanafillën e kajnë të teprimi në ushqim. Prandaj duhet t'i vendojmë vetvetes një disiplin edhe në ushqim. Dhe në këtë mënyrë do ta mbajmë shëndetin e trupit dhe në këtë mënyrë do kujdesemi edhe për shëndetin tonë. Po ashtu është evidente një fenomen tjetër në iftare. Teprimi jo në të hangër, po teprimi në pregaditje të ushqimit. A e keni vrejt xhamat se syni njerit kur është i unët, edhe sendet që jashtë Ramazanit nuk i ha kur hien market i esin me rak. Edhe ato shka si don i esin me rak kote i blen. A i tipe një blen dhe njëherë ato jashtë Ramazanit, po tash i ka hin krye dë blej që ketë, edhe pse nuk e han. Gratë njët problem, do thot vinë një misafir, po do njerë do shtë edhe për antartë e shpiz vetë, pregaditet shumë ushqim, bohët shumë ushqim, syni unët, mendo se pele sa dëhat, e kur ta shofsh pastaj, do vije koha, dë qelet iftari, ndoshta 70% e ushqimit që u ka vëndu në sofër, ngelet pa hangër. E ku dë shkoj ai ushqim? Hajt mirë dë njani për shembull që nuk e hedhën, dhe e lane për syfir. Po ka njerëzit të cilët ushqimin që bëhet ndark në iftar, ai nuk e hanë më në syfir. Nuk ka qef njëtin ushqim të hajt, çka do bëhet ai ushqim? Dë fugët në bërloke. Njëjt veprohet edhe në për restorane. Porositet, ka 2-3 feje mishnë, dhe kur ta shofsh restoranet, shumica ushqimit ngelet pa ngrang. Shumica ushqimeve hedhën bërloke. E këtu duhet pak të kemi vëmendje, se ne prej ibadet mund të rikthejmë në mëkat, mund të kthejmë gjëna. Gjitha jo buk që fugët, gjitha i emek që fugët, gjitha i mish që fugët, e pastaj ankof mi shumë ka hip çmimi, shumë ka hip standardi, krize e keqe. Allahi dënon format ndryshme xhamat. Allahi nuk e qëndë një me laqe që ta shohë me fletat e radhen që ki që ka kryja, kop, jo. Nuk funksionon Allah në këtë mënyrë. Allahu qënë dënimet ndryshme. Dikujt për mos mirë njohje, mos falenderim, ja qënë një luft. Dikujt ja qënë një fukarallëk, dikujt ja qënë një tërmet, dikujt ja qënë një tsunami, dikujt ja qënë një poplav, dikujt i qënë probleme shëndeti. Allahu dënon format ndryshme. Allahu dënon që ti nuk mund është ta imagjinojsh se prej ka vjen dënimi. Po edhe që kjo kriza xhamat, e ngritja e çmimeve, e ngritja e standardeve, edhe kjo është si dënimi i Zotit. Kur njerëzit nuk do jenë falenderues për atë që e kanë,
Allahu i dënon. Asja dini shiqirin, po. A e fugni bukën bërlok, po. A e fugni mishin, po. A e fugni jemekin, po. Hajde shohëm tash se si dhe shfridzojnja. A dhe shfridzojnja ajo. Edhe çmimi të hipën prej 300-400 denar një kile misht, bëhet 1000 denar. Një viç prej 500 euro, 1500 euro. Një dash prej 100 euro, 500 euro. Ja, donë Allah të të dënoje, që kështu të dënon Allah. Hajde të shoha të fugish më mish. Dikush i vdes për buk, dikush i vdes për uj, a ti bën mastraf, ti e fugën. Po pse bën buk për 20 veta, kur në sofër i e 5 veta? A i kefkat 10 veta, pse bën për 30 veta? Shumica e ushqimit xhamat niftar fugët. E kjo është mos mirënjohje bereqetit Zotit. Ti ta fugish bereqetin e Zotit. Ti t'luish me rahmetin e Allahut. Allahu ta ka qu dinja xhamat. Allahu mund të na bojë edhe neve beter aty në Afrikë. Ai në Afrikë dhe ajo njeri me 2 dure me 2 kam. Edhe ai ka shpirt, edhe ai ka familje, edhe ai punon, ndoshta punon më shumë se ne. Ama Allah ja ka ndal furnizimin ati. Ai tash e ka gajle, gjithë ditë në akşam buk çka t'i çoje fëmijës vet. Me sekonda matët vdekja e fëmijëve në Afrikë për ujë, që për çket ujtë. Për çket nuk e ka ta pije. A ne për shembull një shishe nuk e bëjmë hesap se e derdhim. Pse? Ne si ta lëshojmë crevën 2 sahat i ujtim kockat e mahallës. 2 sahat asfaltin e mahallës e ujtim. Ferët i ujtim. A dikush i për qatë ujë që ti e derdh kote kot, dikush i mbot vdes për qatë. Para mendoja, fëmi në gjdo 17 sekonda mbot ka një fëmi vdes për ujë. A ne e fugim. Gjdo minut vdes mbot për buk dë një fëmi. A ne bukën e fugim. E kjo është rregull. Si cili duhet të folje pak me vetin e vetë. Si cili duhet në shpinë e vetë të veni kontrol. Hahën 2 buk, blej 2 buk, mës i blej 7. Në dihet se sa hahën. Je 3 veta, bon ushqim për 3, mës i bon për 30. Pra, në këtë mënyrë xhamat, si cili duhet bëjmë kujdes. Se krejt që kjo kriz që ka ardhë, kjo ka ardhë duke mos ja ditë shiqirin të mirave. Allahu na ka dhënë të mira në këta anët. Në këta anët mirësi, në këta anët bereqet, në këta anët Allahu ka lëshu të mira. Ama ne nuk vadim shiqirin. Ne çka bëjmë? Ato të mira që Zoti na jep në i fugin. E duhet menaxhohet xhamat, edhe çështja e ushqimit duhet menaxhohet. Edhe restoranët duhet kien do thot një lloj menaxhimi. Asu ka hëngër, ndodh ndonjëherë ndoshta një tanjir jet 80% pa u prek, një mish ka mbet pa u prek, një tjetër ka mbet. Le ta bëjnë një organizim, ti mbledhin ato, çka janë pa prek, i merr, i shtin në një paket, ka plot fukara, ka plot do thot njerëz të cilët ndoshta janë pa buk, merrin mbrëmje, jepja dikujt, ka shoqata humanitare, bënë një marrëveshje, vin aty ti marrin, edhe ja u shpërndan. Pse të shkojnë qenve babë? Po njerëzit s'kanë çka thonë në qend, i kemi ba ka 100 kg qend i kanë ba. Te hangër na për bërllokët e muslimanëve. Po nuk kanë rregull kjo. Nuk kanë rregull ti dhe gjithë kjo ushqim. Allahu do të na ndalen një ditë qeshme. Ne jemi mësu jo pika pika, po të ne rreth me bollok, ama një ditë dhe na ndalet. E kur na ndalet, dhe shkojmë dhe mbledhim si ato të Palestinës pika pika ujtin. Ama, ndoshta dhe se vonë. Ndoshta edhe ne të shkojmë të lipim na për konta si lipët na për dynja. Ama s'dëkese. Në Niger të Afrikës, kur e pyetën njënin, tha, ku gjejen buk? Tha, shkoj tha na për kontinjera. Tha, po a ka buk në kontinjera? Tha, s'ka, se edhe ato kontat çka i kanë lanë janë të fukarave. Edhe ai çka fut bërllok është fukara. Po tha, mba mendja mos po gjej dënise. Unë tha s'po gjej, po mrejen mendja ha ndoshta po gjej. Se në ato bërllokët e aty në tha janë fukara. Se i fukaraja s'ka çka të fuge. Ama i që ka i fug me bollok. Krejt buka, cella ti, krejt mishi, krejt jemeki, krejt salata. Pse e bon gjithat buk? E Allahu një dit ka të na dënoje. Allahu një dit ka të na ndale xhamat këtë bereqet, këtë mirësi. Di bim pishmon, po vdëje se vonë. E Allahu na ka dhënë mend, para se t'je se vonë, mbushu pak me mend.
Edhe nuk do kese krizë. Se shumicën e krizës ne e bëjmë njerëzit. Ne imi ata që e bëjmë krizën, se ne blejmë sende që nuk i përdorim. Sa sende i kien shpi që në tra i ke vëndu, që kur nuk i ke përdor. Pse u ka blej ajo? Mbush shupët, mbush magazinët, mbush podrumët, për çka? Për sende të cilët i ke blej e s'tu ka desht kur njëherë. Ta kijem vetëm. E që kjo e bën krizën, blerja pa kontrol. Blejsh sende të cilët nuk i shfrytëzon jetën tënde kur njëherë. E normal se kjo e ngren çmimin. Se sa ma shumë njerëz i shkojnë e blejnë, çmimi, interesi shkojnë e rritët. Ne jemi popull që s'dim bojkotojmë xhamat. Një xhuma au bojkotu. Bojkotimi marketeve. 50% do thotë shitja kishra. Xhumon e ditë 25%. Edhe se vazhdojmë, se e pa se nëse e vazhdojnë tretën xhuma, do ngele as 2% s'do bjere shitja. Ne qa që kemi kapacitetin. Njëherë, një hoxhum. Masande, ndash, ne çkelet se çkelet, qo, hala na shkel. Dhe e shohëm se çka të u ba. A është e marrë masa dikush? Kërkush s'merr masa. Pse nuk merr masa xhamat kërkush? Se kërkujt nuk i intereson. Shife rrymën njëherë. E vënëja na do të shket miletit. Nuk ka rrymë ma të shtrejt në Evropë, bile dhe në botë, nuk është çmimi i rrymësin në Maqedoni. Ne kishim kanë Monaco xhamat. Ne kishim kanë Dubai. Sa kishim pas pare, ne unë nuk e di sa kishim pas. Ama Allahim duket se dhe njëherë pare t'i qënë të ato që në akson ka kryja. Edhe Arab të gjë në akson, pare pa hesab, ment hiq. Edhe në shqiptarët të pare pa hesab, ment hiq. E për qatë, hajde, vetëm pagujmë, dash. A kini pa dikush prej shqiptarëve të qofmi që këtë 20 vjetë të fundit prej kur është e vënëja këtu, prej në 2004 që është e vënëja këtu, a ke pa të një shqiptarë qodë në kam, thote se rryma shtrejt, hajtë ta bëjmë një protest. Kërkujtë si intereson gjema. Prej në 2004, do thot që 20 vjetë e tepër, ata sa dun të bën të çmimin, kërkushi nuk reagon. Çmimin ma shtrejt në Evropë kemi ne. Bile dhe Amerikë, çmimi rrymës, pyetni nëse keni dikandin në Amerikë, çmimi është ma lirë se të ne. Zvicra e ka çmimi ma lirë se ne xhamat. Në Zvicër çmimi është shumë ma i lirë i rrymës, edhe pse ai e ka 2-3.000, 4.000 franga rrogën, paguan në 3 mujt, ndoshta 50 franga. 100 franga në 3 mujt. Ne këtu 500 euro paguan mujt, rrogën 200 euro, 500 euro rrymën. Ama ka gjetë, ai nuk qethen, ai të kositën, se kur e gjenë dikane, e si i thojmë ne, e qethen. Jo me gërshonë, më tash kosalic ka marrë, pse se shqiptarët këtu së ngrejnë zonin, a se ngrejnë zonin, po, hajde ka 1.000 euro rrymë të pagujni. E pse se ngrejnë zonin? Se ne xhamat imi viktima të partive. Zgudzojmë prej partive të ngrejmë zonin, edhe pse na do të shtetin, kejta onët, shmimet për ditë rritën. Pagujmë do thot sendet ma shtrejta në Maqedoni, i kemi se në Zvicër. Edhe market hin, 90% e produkteve i kemi ma shtrejtë se në Zvicër. Ama e ngre zonin dikush, kërkush. E kjo është do thot shej e dënimi sa Allah është të na dënu xhamat, se nuk jemi të mbush e para me mend. E dyta, se nuk jemi falenderus ndaj Allahut për të mirën që na i ka dhënë, e pasi ne nuk i themi Allahut faleminderit për të mirën që na jep, dhe ti themi Allahut faleminderit për gjithë këtë bereqet që na e ke dhënë, as dit falenderojsh, po, tash do ta shohësh se ka ta falenderojsh. Edhe e ka bo Allahu këtë gjendje të hekëm. E inshallah të vetë disofmi xhamat. Allahu lyp vetë disim. E ne këtë muaj Ramazanit duhet vetë disofmi. Bofmi besimtar të drejt të sinqert dhe të fillojmë do të mendojmë ndryshe prej asaj që jemi mësuar tradicionalisht mendojmë. Inshallah Allahu Teala na bëjt mush me xhamat ne të fillojmë do të bëhemi ma ekonomist, të fillojmë prej te sofra jon, të kemi kujdes se çka harxojmë, sa harxojmë, e pastaj duke vëndu një laps, një matematik në atë sofër, duke fillu tjerët sende çdo send të bëhet me laps, me matematik. E inshallah Allahu Teala të fillojmë edhe ne të ndryshojmë si kur këtë bota tjetër që nuk guxon kërkush të luje me atë milet, edhe të ne mos guxoje të luje dikush, ama të ne janë të lujt. Pse?
se halat si jemi vetëdisu, inshallah Allahu Teala na vetëdisoj sa më shpejt dhe të fillojmë do të mendojmë ndryshe dhe të bëhemi popull ndryshe. Por Allahu nuk e ndron gjendjen e popullit derisa ata vetë nuk fillojnë të ndryshojnë. E kur të nisim ne të ndryshojmë, Allahu do të na ndryshojë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.